figurat e majnë bashkë popull, figurat historike. Sidomos Skënderbeu që unë për menimin tem personal, edhe besoj që shumë studiusve është shteti i parë modern në botë, ku feja bashkohet, në 3 fe bashkohet një komb. Dhe me thonë, ne kemi Gjergj Kastriot Skënderbeun, nuk e kemi të një fesë se që është disa dojnë me prezentu ka qenë kësi, ka qenë arsi. Jo, ai ka qenë 3 atë njëjtën kohë, edhe ka bashku kombin e vetë. Po më intereson me ditë, që shu përfshive, edhe pse ti nuk e ki problem, se po më duket ti je gjithka. Ka organizimeve toni është aty. Që shu ndodhe edhe me këtë organizimin për ditëlindjen e Skënderbeut. Veç kur e pash edhe këto vetoni, që shu përfshive në qëtë organizim? Unë e kom organizu gjithmonë, dhe me thonë grupi jonë, e kemi organizu gjithmonë ditëlindjen edhe vdekjen e Skënderbeut edhe lindjen e Skënderbeut, kemi pas për forma ndryshme të shprehjes Skënderbeut musliman. Gjenerata vjetër për shembull ki Ibrahim Kodra që për piktorëve tonë, me thonë me emën të madh, që kanë punu, e kanë ekspozu, ai ka punu jetu në Itali, po ai ka ekspozu i vetëmi shqiptar që ka ekspozu djali i ri, ka ekspozu me Picasso, me Modigliani, me artistat më të mëdhenj, me emrave botënor. E na kemi pas fatin historik me pas një artist tonë në qatë grupin artistave më të mëdhenj që thirret Belle Epoque. Ai është Ibrahim Kodra. E ai ka shprehjen e Skënderbeut shumë të bukur. Edhe gjithmonë artistat e mëdhenj ato figurën e identitetit vetë e bajnë me veti edhe kanë qef mu shprej edhe asë njerës kemi qenë i knaqën që shë ki shprej se është një figurë ma e madhe se që imaginojnë, po qefi është me pas lojlëshmëri të shprejjes të heroj. Gjatë të në organizimeve më jemi ndëgju me Basrinë, me generalin atje që kam me pas një organizim edhe u takum në përmes lirakut, shokut, edhe po do një me organizua, po edhe unë organizoj këne, edhe atër u bonë në bashkë, pëse mësë me pas edhe artë gjatë një organizimit, jo vetëm muzikë, po edhe artë edhe konferenca ndryshme, takime ndryshme. Si vjeti kemi edhe filozoft, edhe rëndësinë e figurave për popullin, që është një figurë, se figurat e majnë bashkë popull, figurat historike. Sidomos Skënderbeu, që unë për menimin tem personal, edhe besoj që shumë studiusve është shteti i parë modern në botë, ku feja bashkohet, në 3 fe bashkohet një komb. Dhe me thonë, ne kemi Gjergj Kastriot Skënderbeun, nuk e kemi të një fesë se që është disa dojnë me prezentu ka qenë kësi, ka qenë arsi. Jo, ai ka qenë 3 atë njëjtën kohë, edhe ka bashku kombin e vetë. Ai ka pas general musliman, ka pas general ortodoks, katolik. Qka e ka bëtë, dhe këto general shumë të njoftën dhe të udhëhecat luftës për 27 vjetë, që i kanë majtë një shtetë, me thonë pitë më të hershmëve, e bën unitetin edhe fetar të një kombi. Për që ato për menimin tem është kombi i parë modern në botë, ku toleranca fetare arrijet midis mrena kombit. Normal që toleranca fetare nuk e arsyeton më ne kur e sulmon Venediku se kjo a kthen se për lirit kombit lufton me të gjithë. Për interesa kombëtare ai lufton me të gjithë. Po interesin mrena kombëtar i ka krejt feti bashkon. Për menimin tem është kombi i parë, shteti i parë i krijuar modern, për që ato është figurë shumë e madhe për historinë tonë.